e kam deklaruar, e kam faktuar, se unë i përgjigjem çdo thirrje të gjykatës, të prokurorisë speciale, të prokurorisë jo speciale, të kujdo qoftë. Nuk ka asnjë lloj lëkundje nga unë në këtë qëndrim dhe nuk mund të ketë kurrë. Prit. Nuk mund të ketë kurrë. Së dyti, ata që e fusin veten për të krijuar e bëjnë veten bashkëpunëtor në një propagandë banale të turpshme, as kanë fytyrë, as nuk kanë moral, as nuk kanë ligj. Sepse posta kur niset, ligji është dorëzohet. Ati që i dorëzohet i mirret firma. E mora, thot. Dhe unë, kudo, qoftë në seli, qoftë aty ku banoj, kam njerëz të përgjegjshëm, të cilët kur, nuk mund të ndodhë që të firmosin për një dokument që adresohet të kunder të mos ma japin. Por kjo i intereson Altin Troplinit, i cili e shënon atë institucion, i jep standardet e tij morale. Standardet e tij morale. Sa është sot data? Sot është data 17 apo jo? Urdhë? 14, në fakt, 14, po. Nga data 3 që pretendohet deri me datën 14, ai dokument mund të vinte 5 herë në zyrën time, poshtë në shtëpinë time apo në parlament. Se këto dyja janë institucione. Shtëpia ime është shtëpia ime. Dhe nuk ka askëku. Nuk ka më, do më thënë,